Kur gjë nuk ka ndryshu prej praktikës 15 prillit, të me thonë është situata e njëjtë, vetëm se sot opozita ka dëshmu që nuk ka qenë një kauzë reale dhe e vërtet, po vetëm një vonesë në formimin e institucionet. Çka ndikojnë në dakordans me çfarë dakordans? Si duket, ndikoj shumë përmendja e zgjedhje, edhe si duket nuk janë të gatshëm për zgjedhje, kanë vetëm deklarim për media, ne ju tregum që jemi të gatshëm edhe për zgjedhje, edhe si duket kjo ishte ajo që i bëri për me ndryshu dhe mu deklaru. Jo, nuk është dërzu asgjë prej asaj që ka ndodhur me 15 prill. Ministrat i kanë dërzu drejtësisht e kryeministri dhe kryeministri e ka njoftu kryetarin e kuvendit. Kryetari i PDK-s më herët tha që kemi pranuar individualisht në proces verbal e kanë verifikuar një gjatë të tillë. Veç shkurt, shumë me rëndësi mendoj është që kauza rrajshme ku deputet kanë refuzuar pro verifikimin e mandateve të deputetëve, tash po dolin po thonë që do ta votojmë për. Pyetja është për ta, çka ka ndodhur dhe çka ka ndryshuar. Domthonë ka qenë kauza rrajshme e tyre që kanë mbajtur peng kuvendin e Republikës. E para, e dyta, Komisioni për verifikimin e mandateve të deputetëve nuk është për verifikimin e dhënës së dorëheqjeve të ministrave. Domthonë ato dokumentat për dorëheqjen e kryeministrit, ato janë dokumente zyrtare publike që i keni pa dhe ju si media dhe i gjeni kudush. Do thotë ata e kanë ditë këtë fakt, por e kanë bërë si lojë deri më tash. E treta, nuk mund të thonë ka dhënë dorëheqje ministri ose ministria, për shkak se ju e dini që nuk mund të qëndru kur jep dorëheqje kryeministri, nuk ka mundësi ti me nejtë si ministri në detyrë. S'ka mundësi mi thonë dikujt na kryeministri ka dhënë dorëheqje, po unë po du me mojt pozitën e ministrit. Prandaj është komplet absurde me kërku dorëheqjen e ministrave derisa kryeministri veç e ka deklaruar këtë, edhe këto kanë qenë dokumente zyrtare. Kjo tregon që LDK-ja ka qenë komplet kauza rrajshme e tyre, edhe sipas kërkesës time që thash unë, ata kanë marrë pjesë në vjedhjen e votave, nëse dikush prej tyre ka pas qëllim ose me kontestu verifikimin e mandateve, kanë qenë plotësisht deputet të LDK-s, siç është mendoj unë Arben Goshi, që i kanë vjedh votat me post dhe e ka pru konstatimin e tyre që ata kanë probleme mes vete e që mendojnë e kanë vjedh edhe një mandat neve si lëvizje. Përfaqësues të vetëvendosjes son takim konsultativ, ai kanë dorëzuar ai dokument? Jo. Jo, se s'është ai komision për atë punë. Ai është me verifikuar mandatin e deputetëve, jo të ministrave. Edhe prapë përsëris, çish ka mundësi? Është absurde me kërku dorëheqjen e ministrave kur thot kryeministri ka dhënë dorëheqje. Kupton, çish mund të shmenejtë si ministri në detyrë se kryeministri ka thonë ka dorëheqje. Prandaj ka qenë kauza rrajshme, edhe më vjen shumë keq që ju kanë mojt tanë këtë kohë në për studio televizive duke arrejt qytetorin e Republikës që ka pas shkelje, e tash ka ndruar qëndrim e po thonë gjithçka është në rregull dhe do ta votojmë. Edhe ne kërkojmë vot unanime të gjithë deputetëve për verifikimin e mandateve. Po, mendoj që gjithë deputetët janë. Po, mendoj që tash ka më pajtueshmëri dhe ka shumë rëndësi kjo. Gjitha subjektet politike kanë deklaruar që tash ka unanimitet pro. Gjithë kanë votuar pro verifikimin të mandateve të deputetëve, po kjo çështje teknike dhe besoj që fillon tash shpejt me kryesuesit. Po Jo, për shkak se ju e dini na kena me në çet pikë. Kjo është pika që kemi me deri tash dhe besoj që kjo ka mbusir shumë shpejt. Kërkoj ndjes dosha për pritjen për juve, po megjithatë këtë kjo amulli dhe kjo mjegull që ju ka shit qytetarëve tash edhe përfshi dhe juve si media ka qenë proni kauza rrajshme e deputetëve që kanë refuzuar mandatet e deputetëve në seancën e parafundit. Por ato është mendoj që një hap i rodhës, por ato do ta shihni me kohë, por unë mendoj që për këtë pikë ju do të më pyesni ata çka kanë ndrruar deri tash, për shkak se s'ka asnjë ndryshim, ju dini që na qëndrimet i kena prapë të njëjta, çka kanë ndryshuar ata që kanë ndryshuar qëndrim, për shkak se vazhdon me qenë e njëjta situatë sikur ajo 15 prill. Jo. Detaji që u përmend specifike të protokollit, jo të diçka e re, jo të një dorëheqje e re, po të protokollit, futja aty në Po thu për çfarë kanë mojta? Ramushi ku ka dhënë dorëheqje ka dol.
Po jo, po është akt juridik, ti nëse me gojë thu në dorëheqëm, ajo është akt juridik edhe që ty përfundon. Ata janë të thonë ja ka hiq kjo letër që ty, s'ka dol atje një ministër se ka dorëzu, të në hajgore me fjalëve. Është atë të tregova, çështje me në kohësh, kryesuesi e thirr shpejt edhe mbledhet. Edhe na po presim. Po besoj deklarimi të parlamentari subjektit lëvizje vendosur. Jo, janë këtu për rreth rrobës, diku janë, po më rëndësi që ka unanimitet, s'po janë të deklaruar ashtu, dhe mendoj që për juve si media është rëndësishme me kërku prej subjekteve pse keni mojt peng deri tash, nëse s'ka ndryshuar asgjë. Edhe tash po thonë që do ta votojmë për. Kjo është shumë e rëndësishme, se ju jeni këtu për shkak se ka mbet në pikën e parë të rendit ditës ku vendi nuk po konstituohet ose s'po vazhdojnë në pikën e dytë të konstituimit për shkak se deputetët të opozitës nuk e kanë votuar. Tash ata duhet të deklaru çka ka ndryshuar. Nëse s'ka ndryshuar kurrë, ju kanë vënë në lajthitje gjatë gjithë kohës juve dhe shpëtorëve. Që po jena për me votu, cila u kon arsyeja? E tash ju bëna pyetje për shkak se ata nuk kanë arsye. Për paçësiu që ju ka thonë. Po, ju na që i kena shpërfaqë për çdo jena këtu, me shpërfaqë ata që kanë rrejt deri tash. Qysh kanë rrejt në shumë sene tjera. A është edhe shumë e kalit të kaq. Patjetër. Po na kena kërku këta, kena votu për. Po pse është tonë diskutim edhe ku kërkohet diku një fajtor? Ju për shkak se ata, për shkak se kuvendi, Vazhdoni të mkon në gjeti ku një fajtor. jo, çore, nëse s'ka kaluar si vota. Ti s'mundesh me kaluar pikën e tjetër. Për shkak se ata kanë votu kundër, ka pas më shumë kundër. Ja tash Nisëm shpejt. Se dëgjova pyetjen. A është ndryshimi për shkak se kena përmend zgjedhjet këto, thashë edhe më herët. Ka mundësi që janë tut. Po trishtohen me zgjedhjeve se kopi ty në çes se kalojnë progun mo. Tash më na vjen zilja po kthej. Çfarë zilja, kështu që po besoj. Faleminderit shumë. Faleminderit, kalofshi. Faleminderit.